Ta thonë të vërtetën në periodën pej të 10-ave të në vitin 2000, për shkak se ka qenë pej vitin 1990 të në vitin 2000 ka qenë një tërë informativ në Kosovë, si e dim, edhe të gjitha bazimet që kemi pas, ne faktikisht jemi koncentru në CD-t apo në për kasetat të cilët janë prodhu në atë period, edhe shumicën rose na kena shku në Gjakov fizikisht, edhe pse ka qenë me udhëtu pej Prishtinë në Gjakov ka qenë shumë problematike, e kemi thirrë Ismetin, Bacan Ismet, cili na i ka ofru tekstet origjinale, na i ka këndu këngët, e kemi incizu aty për aty live, edhe masa ne ja kemi fillu me i punu ato këngë. Nuk po di, une mi ju tregu drejtën tash publikisht jo, vetëm në këtë studio, po në shumë studio tjera, jam deklaru që jam kundër tallavas, kështu me shpirt edhe me zemër. Une e konsideroj që është një ndër pjesën ma terta të cilat po servohen popullit tonë për shkak se nëpërmes asoj muzike, une e konsideroj, faktikisht e kemi shkatru komplet gjeneratat e ashme, ashtu pe konsideroj. Prandaj apeloj të gjeneratat e reja, që të koncentrojnë në muzikën popullore shqipe për shkak se ka në darsma, kim kong, aq shumë ritmike, me ritëm 4/4, me ritëm 7/8, të cilat ta natën e lume mundesh me këndu edhe me i kënaq mysafirët me muzikë popullore shqipe, mos më marr me një ritëm i cili faktikisht për mu po foli, edhe për grupin tim muzikor është jashtëzakonisht muzikë e ronë. Nuk po du kur kuna mja më hullet meret kur si dënë, por po apelojmë që atën sa ma shpet të ashduk me i prej skenës. Mendimi jem është. E sa i përket muzikës popullore, une po shoh që ka gjeneratat e reja ju në koncentru që ti përpunojnë kongët, ashtu s'kuna që kemi përpunu, se pak ka kongë tash që ne kompozitori cili po komponon kongë popullore shqipe, une nuk po ndëgjoj. Do shtë edhe ko po une s'po ndëgjoj. Këtë kongë tjenë që komponu në vitet e hershme, edhe ato po përpunohen, letë përpunohen në stilet të ndryshme, edhe po shpresoj që vjen momenti kur përsëri do të kthehet në trend muzika popullore jona, e cila faktikisht në erun traditat, në erun të gjitha të mirat e popullit tonë. Gjuhës shqipe, pikës bari. Jo gjitha natës me kënu palidhje. Menimi jam. E ceka që kemi këngë mjaft mira dhe ritmike që mund të këndohen edhe në dasma, të kërcejmë. Ku erdhi ajo ndërsa... Po foli për mu edhe për grupin tim Gjevaheret, neve naftojnë vetëm në ato pjesë ku në fillim thot tu kësha lut, tallava. Mos me na këndu. Se atë janë ato zona që nuk e preferojnë? Kongë me defa që përmendi Genti, janë kongë tona të vajzave të cilat i kanë kënu edhe i kanë kënu në përdarsme, i kënujnë vajzat ato, nuk janë kongë, mirë po një ritëm i cili e del jashtë asojna dhe ja fillon faktikisht me i këndu antarët e familje, se shka po di une, ato në përdarsma na nuk i praktikojmë. Edhe për neve ka qenë diçka e pa kuptim.